Është kryer sot në orën 14 pas dite varrimi 4 të rinjve që humbën jetën në aksidentin shokues të natës mes datës 19 dhe 20 mars në Fushpres. Varimet u vendosën të kryeshin shpejt për shkak të situatës së trupave gati të shkëmbuar nga djegja e makinës me të cilën ata udhëtonin. Burime lokale thanë për Gazeta Ditën se tragjedia ishte e shumëfish për familjen Kurti. Enrique Kurti, 24 vjeç, ishte njëri nga vitimat. Ai ishte pasagjer në mjetin që u përfshi nga flakët pas përplasjes me betonjeren. Babai i Enriquetit, Sami Kurti, është vetë vrarë në vitin 2014. Ai është rritur jetim dhe ishte djali vetëm. Nëna i ka rritur me shumë sakrifica atë dhe motrën e tij. Një familjar dëshmoi përdita se motra ishte e martuar pak muaj më parë, kurse Enriqueti sapo kishte ndarë datën e thjesës. Të trija, nëna, motra dhe dashura kanë kaluar momente shumë të rënda emocionale gjatë varrimit të sotëm. Mes ulërimave dhe lotëve, ato nuk shkëputeshin nga arkivoli dhe nuk lejonin varrmisit ta ulin atë në ndhe. Një tragjedi e pashembull që duhet të jetë dhe një apel për të rinjtë dhe të gjithë të tjerët që duhet kujtuar sa herë të vendosin duart në timon.